Klodian Braho është zyrtarisht kreu i ri i strukturës së posaçme antikorrupsion, duke pasuar Altin Numanin me një mandat 3 vjeçar pa të drejtë rizgjedhjeje. Zgjedhja e tij u konfirmua sot në një mbledhje të hapur të zhvilluar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, e cila zgjati mbi 6 orë. Braho mori 7 vota pro nga 11 antar të KLP-s, duke fituar shumicën ndaj kandidatëve të tjerë. Adnan Xholi siguroi 3 vota, ndërsa Elvin Gjokaj vetëm 1. Kandidatja e vetme grua në gardë, Doloreza Musabiliu, nuk mori asnjë votë. Mbledhja u ndoq nga afër nga krerët e selive diplomatike në Tiranë, përfshirë ambasadorët e SBA-ve, vendeve të BE-s dhe Britanisë së Madhe. Ambasadori i BE-s Silvio Gonzato përgëzoi Brahon duke theksuar rëndësinë e SPAK në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, një nga kushtet kryesore për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kandidatët paraqiten para Këshillit të Lartë të Prokurorisë platformën e tyre dhe u përballën me pyetje për kompetencat dhe vizionin. Braho, i cili tashmë do të drejtojë SPAK deri në vitin 2028 si prokuror me mandat të plotë, u shpreh i gatshëm për të vijuar punën e mëparshme të strukturës dhe për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar.